krejt a diskutim që është bërë atyre në ato ditë? Po, është e turshme e gjitha ajo çfarë ka ndodhur. Dhe nuk na takon ne sot të merremi me gjëra të tilla 28 vite pas lirimit të Kosovës. Dhe të dalim me slogane thirrje kundër çlirimtarëve ose me thirrjes me emra si Sami Serbia. Ne mund të thojmë Sami kriminali apo i korruptuar apo gjithçka tjetër, mirë po Sami Serbia nuk është e papranueshme se një njeri që e ka kthyer pushkën Serbisë, ai nuk do të jetë me Serbi asnjëherë. Mund t'i bëj 100.000 këqija të tjera, mirë po atë nuk do ta bëj asnjëherë. Pastaj ai intervenim që ndodhi duke dërguar njësi speciale, ishte diçka e egzageruar, nuk ishte nevojë, sepse ai zoti Lushtaku është dorëzuar vetë në polici dhe për fat mirë nuk ka eskaluar situata, është mbyllur shumë shpejt dhe po jo vetëm ato, po është duke u parë kohën e fundit se është një tendencë e disa eksponentëve brenda lëvizjesve të vendosje kundër njerëzve të luftës dhe të ushtrisë dhe kjo është e papranueshme. Duhet të ndajmë gjërat. Duhet të gjithë ata që kandidojnë për të qenë deputet apo nesër edhe në qeveri, duhet të dalin me programe dhe me projekte të tyre se çfarë do të bëjnë për Kosovën. E jo me sharje fyrje kundrejt atyre që ndoshta i kanë dhënë gjithçka nga vetja atyre për vendin. E qartë, si e shihni këtë parti, ku e shihni, a do ta ruaj vendin e dytë, apo ndoshta mund të ketë lëvizje, le të këtë dalë ndoshta në vendin e dytë? Jo, një gjë të tillë nuk e dyshoj. Unë besoj që Partia Demokratike do mbetet sërish forca e dytë kryesore, pasi që ata kanë një elektorat stabil dhe nuk është që ka lëvizur edhe përkundër gjithë atyre turbulencat që ka pasur si subjekt politik, pra me ikjen e dy liderëve kryesorë të tyre, ata e kanë ruajtur në një farforme këtë elektorat. Pastaj kemi edhe një marrëveshje të re të cila doli dje pra dhe u prezantua edhe nga zoti Hamza, që për mendimin tim është dashur një gjë tillë të bëhet para